përcjellur ndeshjen ndërmjet Slovakisë dhe Kosovës. Pak para minutash e realizova një intervistë me drejtorin e kombëtarës Muharrem Saiti, i cili tha se të gjitha përgatitjet kanë shkuar në mënyrë siç duhet, ekipa është tejet e motivuar për këtë ndeshje dhe futbollistët janë të gatshëm qysh nga minuta e parë për ta dhënë maksimumin në një ndeshje që pritet jetë me të vërtetë e zjarrt, duke marrë parasysh, siç e tha edhe kushtrimi shitaj kolegu im, që nesër pritet të jenë diku afër 5.000 shqiptar nga gjitha trojet për ta përcjellë këtë ndeshje. Menaxheri kombëtar së Kosovës në konferencën për media dha lajmin që të gjithë ata që kanë blerë bileta me pasaportë të Kosovës do të lejohen të futen brenda stadiumit, edhe në sektor ku janë të vendosur tifozët vendas. Një gjë e konfirmoi që në sektor ku janë të vendosur vendas tifozët nga Kosova, që do të kanë blerë bilet me pasaportë të Kosovës apo dokumente zyrtare të Republikës së Kosovës, nuk do të kenë të drejtë të vendosin simbole shtetërore të Kosovës apo simbole kombëtare të Shqipërisë në atë pjesë ku do të vendosen. Derisa tek Dardanët asgjë nuk është ndaluar, ajo pjesa e sektorit D, ku do të largojë Dardanëve, do të ketë simbole shtetërore dhe padyshim do të ketë një mbështetje të madhe në përkrahjet e dërmoshave tonë. Në orët e mbrëmjes në qendër të Bratislavës, Dardanët ishin mbledhur dhe krijonin një atmosferë të mirë në prag të kësaj ndeshje, gjë që ndoshta nuk rriti tensionet ashtu siç u paralajmëruan në mediat slovake ditë më parë, që paralajmëruan që mund të ketë një lloj vllazërimi mes tifozëve slovak dhe disa tifozëve ultras që vinë nga Serbia në mënyrë që të pengonin dhe të rrësnin tensionet në prag të ndeshjes, mirë po sot nuk ka pasur asnjë të tillë dhe nesër nuk pritet të ndodhë gjë të tillë. Juve, fakt, tifogrupi Dardanët e kanë bërë publike adresën ku do të takohen dhe nga aty, nga qendra e qytetit të Bratislava, do të nisen në përcjellje të policisë